Jam në moshën kaq, e fejuar prej kaq kohësh dhe e fejuar në fillim dhe sot, thot, nuk më intereson çfarë mendon ti. Dhe e don një vajzë që ka pas më përpara. Dhe më bën të ndjehem sikur jam opsioni i dytë për të. As më respekton dhe unë ndjehem shumë keq. Faktikisht janë pyetje të njëanshme, ke parasysh do të më ngju nga njëherë dhe krahun tjetër. Se si është puna e rëndësishme, unë mendoj që duhet më ul dhe me i qartësu ca gjëra. Nuk bën kështu mjegull me ec. Pra, je e fejuar, do të thotë që ti mund të ulesh dhe të bësh muhabet. Hajde këtu Zenel, ulet Zeneli përpara teje. Or Zenel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kështu nuk, sepse jeta bashkëtorë, themi ne fillon këtu në këtë botë, mund zgjasë 60, mund zgjasë 70, mund zgjasë 80 vjet, do të vazhdojsh të në xhenet pastaj me të njëjtin burr, me Zenelin, ose me Hasanin, ose me Hysenin. Do të jetë njëti kallup. Kështu që më mirë ulu me të thuaj, di se është puna, unë kështu nuk ndjehem mirë. Momentin që ti thua, mos më intereson çfarë mendon ti. As të intereson çfarë mendoj unë. Selam aleikum. Shtrëngoj dorën Zenelit, selam aleikum, aleikum selam. Ose Baftiarit, ose Hasanit, ose Eduardit, Edmondit, se po si ngeli atri Zenel. Nuk kemi gjë me emrin, është shembull kot. Qysh momentin që burri thot, mu nuk më intereson çfarë mendon ti. Se unë jam ai që vendos tu edhe s'më intereson çfarë mendon ti, për mendimin tim, qofse është i tillë dhe jeni akoma në fejes, selam aleikum, aleikum selam. Sepse nuk është normal. Ti je në fejes, koha më e bukur, më e mirë që kanë një çunë dhe i gos me njëri tjetrin. Që nuk duhet njët kjo gjuhë fare, duhet jetë vetëm gjuha e trëndafilave, e luleve, e zemrave, e puthjeve. Sepse presupozot që t'jetë bërë nikahu. Kështu që janë këto muhabete, s'më intereson mu çfarë mendon ti. Mirë ma herën e parë pa e përtypin, pa herën e dytë, prej thjerë, herën e tretë prap, as t'intereson, selam aleikum. Hec. Inshallah gjen në një insan që si nuk i bën përshtypje kjo pjesa se çfarë mendon burri, se çfarë mendon gruaja, që si intereson burrit se çfarë mendon gruaja, ndoshta ky Avdalli mund ta gjejë një femër të tillë që e duron dhe e përtyp këtë pjesë. Po që nuk është normale, nuk është normale. Nëse kjo është e saktë, unë vallaj do të thosha më mirë selam aleikum.